nxori tjetër. Pra, Edi Rama duket se duhet me çdo kusht të kishte atë me cilin ishte marrëvesh, por ju garantoj se nuk ka asnjë vështirësi të realizoj skenarin që realizoj me të parin. Nuk do të kemi iluzion. Pra, përpjekja ndërkombëtare ishte shumë e drejtë që qeveria të mos kap kryetarin e prokurorisë speciale. Por problemi nuk është aty. Problemi është se pse qeveria do ta kap me çdo kusht atë. Pse Edi Rama do ta kap me çdo kusht atë. Ne jemi para një realiteti shumë të zymt. Pra një realitet të cilin vjedhja e shqiptarëve nuk ka ma frena. Është licencë se kjo që bëri me pezullimin e pezullimit, gjykata mori përsipër apelin dhe gjykatën e lartë dhe të pezulloi masën e sigurisë. Imagjinoni ju tani, se çfarë ngelet themelit. Se çfarë ngelet themelit. Nuk ka akt me të rëndaj takspaguesve shqiptarë se ky. Nuk ka veprim më dëshpërues se ky. Nuk ka veprim më poshtrues se ky nga Edi Rama. Ndaj dhe kemi vetëm një rrugë. Dhe kjo është rruga e protestave. Kjo është rruga e protestës, kjo është rruga e protestës. Qytetarët duhet të flasin. Duhet flasin qytetarët me protestën e tyre. Sa janë ata që donë të flasin me protestën e tyre? 1.000 në krye. 2.000 në krye. 300 ne aty, por rrugë tjetër nuk ka. Të gjitha rrugë tjera janë rrugë zjarfikshës. Janë rrugë zjarfikshës. Do t'i shohim gjërat siç është. Ne nuk bëhemi kur zjarfiks. Por ne kemi një problem themelor për të zgjidhur. Kemi një problem për të cilin duhet të jemi shumë të sinqertë dhe të hapur. Ekzistencës ose mos ekzistencës tonë. Pse kështu? Pse kështu? Ja u them. Në një farsë elektorale më shëmtuara në histori. Në një diktaturë autoritare e cila arrestoi në vit elektoral drejtues të partive kryesore opozitare. Në një regjim që përdori gjithë potencialet e shtetit, vetëm gjoba dhe kamata 2 miliard euro që interesonin 200.000 familje.
nga cilat 84.000 biznese aktive. Dhe në këto kushte, shqiptarët përsëri votuan 500.000 për opozitën. Votuan Partinë Demokratike si parti të parë. Partia Demokratike është para një alternative. Do vazhdoj të mbetet opozite farsave elektorale, apo do përcaktoj qëllim të saj rrëzimin e këtij armiku tegër të votës shqiptarëve, rikthimin e tyre, qeverinë teknike dhe marrjen me dhe marrjen e vlerësimit të qytetarëve të lirë. Në një vend ku parlamenti kontrollohet në çdo sekond, çdo minutë dhe në çdo qelizë nga narkodiktatori, në një vend ku parlamenti me qëllim diskreditohet dhe shndrohet institucionin më të diskredituar të vendit, me qëllim, sepse është i vetmi institucion pluralist ka ngel deri tani, dhe ndaj ai duhet të damkoset në mënyrën më të fuqishme në çdo gjë, në një vend ku mediat janë shtruar në altoparlant të pushtetit kundër opozitës dhe të mulimit të krimeve të pushtetit dhe damkosjes opozitës, në një vend ku lobingjet zëvendësojnë standardet, zëvendësojnë kriteret, parat e takspaguesve përdoren për deklarata të blera, çfarë do bëjmë ne? Çdo njeri nga ju duhet shtroj këtë pyetje vetes. Çdo njeri nga ju. Do vi dhe me tek çështja tjetër. Pra, çfarë do bëjmë ne? A do bëjmë ne përpjekjet për të rikthyer votën, për të larguar këtë qeveri nga pushteti e cila me votë absolutisht nuk largohet? Ka një mburojtje të mërshme lobiu ndërkombëtar që paguan 10 milion dhe i zëvendëson të gjitha çfarë bën me lobin. Prestigjozja britanike dje shkruante se është i zemëruar. Lexo lobiun e Edi Rams. Nuk thoshte një fjalë se skandali përfshin direkt atë. Ka bërë me 10 artikuj The Economist për drogën dhe narkoshtetin e tij. Në atë artikull as një fjalë, as për drogën, as narkoshtetin. Po, e falnori përmendte zgjedhjet. Zgjedhjet e kishte gjysmë rrjeshti. Çfarë është ajo? Lobing.